Në videot e mëparshme jam referuar shpesh herë gruas dhe të gjithë periudhës së saj postpartum me të gjitha ndryshimet që sjell, emocionale, fizike, psikologjike. Kjo video është ndryshe, sepse referohet të gjithë atyre meshkujve apo burrave që fitojnë statusin më të bukur baba. Ajo çfarë unë mendoj është që të bësh baba, deri diku është e lehtë, ama të jesh baba jo. Sepse kjo kërkon kohë, kërkon përgjegjësi, kërkon prezencë. Sigurisht, jo vetëm për fëmijën, por edhe për partnerin, gruan që sapo u bën nën. Jam e sigurt që ajo ka nevojë për një baba për fëmijën e saj. Për atë çka më shumë nevojë është një partner pranë vetes së saj. Për dikë që e mbështet, për dikë që e lehtëson, për dikë që jam këtu nuk e tregon vetëm me fjalë, por me prezencën e tij, kohën dhe mbështetjen që do t'i japi në të gjitha fazat që ajo është duke kaluar. Sepse mendoj që nuk mjafton të jesh thjesht baba, por duhet të dish dhe se si ti jesh partner.